sot kam dalë përgjatë rrugës nga Tarazhi tek Livalli i Turgut. Tek Livalli i Turgut dhe për Urak. Do të shoh të rrugën dhe t'ja u paraqes. Ata që kalojnë këtu normal që e njohin, që është rrugë skandaloze, e prishur ta sa vite, por unë tani do ta përcjell në kontekstin e rrugës tjetër që u bëhet rruga e Lurës. Dhe rruga e Lurës mendohet që deri nga fundi shtatorit të ketë përfunduar e asfaltuar. Ndërkohë që 17 kilometra që janë nga Rresheni dhe deri te Livalli i Turgut duhet kalu me traktor, se jashtëm është skandal fare. Ndërkohë që është premtuar dhe është thënë paktën nën paskujinta, është thënë që do të ribëhet që të jetë një herësh. E në fakt askush s'ka lëviz deri tani se s'ka një projekt dhe nuk ka një informacion të saktë. Jam i bindur që po nuk folën njerëzit, sidomos dhe të kësaj zone të qohen të protestojnë, kjo rrugë nuk do të bëhet. Dhe do të shkunin Brit për të shkuar deri te Livalli i Turgut dhe pastaj për të vazhduar rrugën normale anë. Ndërkohë që rruga tjetër anë nga Uraka është akoma më skandaloze. Ndaj atje do flaset për një projekt tjetër, atje në Urak, i cili është lançuar ka një vit e sa, por që nuk ka asnjë lloj lëvizje. Vazhdojmë ta shohim të rrugë, do të filmoj edhe vendin për kuptuar më mirë se si është rruga Rreshen Livalli i Turgut pranë për lart. Ecim para. Ja si është rruga. Po jemi duke afro Kosekut. Kemi një segment akoma më skandalos, edhe është rreth 1 kilometër. E mirë që i kanë hedhë sa vajse. Këtu me këtë rrugë ngjasin çuditëra për botën, se miksohen asfalti i hedh dikur me vaj, me balë. Ja shihet. Po imagjinoj këtu kur bie shi se si bëhet dhe si kalohet me makina. Dhe duhet thënë një gjë që ka plot shtëpie dhe është fshat i banuar, kjo është gjë e rëndësishme. Ja, si është ja. Dhe tani do moja e me karroce, shkreti me karroce. Është paradoksi, është. Ty me karroce tani, i hedh sa vaje. Kjo është pjesa më e degraduar. Do t'ja postoj këtë video edhe autoritetit rrugor shqiptar. Por do ja u përcjell edhe deputetëve. Gjithë s'kemi një deputet Mirditës, po ato që janë lezhë, t'i hedhin ka i sy dhe t'ega Mirdita. Ja si është, ja. Sa këto kontrasti fort me rrugën. Tu në qendër është bëj protest për atë sa kohësh, pra një 2 vjeç gati, edhe se ka lujt kush më veshin. Këtu vazhdojmë përmes Kosekut. S'ka nevojë për shumë koment. Si është rruga.
për bujtine. Këtu është vend që vetëm forestradë. Pronat e agroturizmi në Kanu, ata që kanë servituar më shumë përgjatë se rrugë janë padyshim sipërmarrësit që janë munduar të ngrejnë lokale agroturizm siç është këtu. Ja, që kemi në Kanu Termal Dugës. Po shihni tani këtu para. Imagjinoj, po kush na lën këtu? Vetëm nga rruga e është si është. Edhe trof mundi që ban pastaj. Kështu që është domosdoshmëri, sidomos edhe për zhvillimin e turizmit të lokaleve, për të krijuar një komunitet mesatar, po themi. Kështjella Duka, dhe kjo është një sipërmarrje agroturistike. Një po ja shi tani për të këtu, shi rrugërisht sa e rrugës. Kjo është rruga ku na shpërfaqen të bukurit mrekullueshme këtu. Edhe më poshtë rruga që ndahet për Lur. Edhe rruga tjetër që vazhdon për Urak. Që do shohim dhe rrugën e Urakës. Atje është më keq fare. Do të shkojmë atje edhe për Urak, po këtu vend si tjetë e asfaltuar bashku, për të nëjë projekti. Te për shumë për Lur, ja si është, që është shpresa e parë, nuk është tapetit. Pra ndryshon tani, si natat me ditën, tu dhe tjetë rrugë e bukur, ama për të ardhur deri aty është skandaloze. Prandaj domosdoshmë do të ishte qenë vërtet i gjë shumë mirë nëse kishte marrë ky projekt një herë. Gjithsesi, uroj që të vihet në lëvizje spari komunitetet që ajo rrugë të bëhet. E këtu jemi rrugës Urakës. Asfalti është i dëmtuar. Si jashtë edhe pse janë përpjek me hedhë në një grop vogël, me hedhë në një lepat beton. Edhe vim pastaj në Urak. Eksperimenti në për gropa, por shihni 9
shkencore ka dhe. Ky është eksperiment shqiptar. Ja shihni edhe këtu. Pra dhe me balë edhe hedhin këtu. Kjo është situata e rrugës për Urak. Edhe ku kanë hedhë është dhe që normal një tra me një shi, një dynë dhe janë grobat thellë. Ja, këtu ura tani këtu. Ja, se makina që ka dhe para dhe në për plumër. Janë grobat që kanë hedhë këtu dhe ego. Po smerë dhe është e asfaltume apo e pa asfaltume, pra është një miksur asfalt me vaj. Shisja është edhe gjithë pjesë. Ja afrovi qendrës Urakës. Uraka është një vend që ka banor, ka familje, ka dhe lokale anash rrugës. Është një fshat shumë i mirë. Meriton dhe një rrugë mirë. Fillimisht ka qenë një asfalt stabil, por ka degraduar. Megjithatë, pjesa më tanë të ura është pa imagjinueshme deri në Zenisht. Si unë po ju tregoj vetëm pak fshatin. Ja, kanë tendenca njerëzit për shembull gjendja plot makina këtu, lokali aty. Ja. Kurreli është 15 km për këtu, janë 15 km. Para se të bëhej kjo rrugë, dikur ishte izoluar Uraka dhe 5 palë zgjedhjes kanë marrë pjesë, kanë protestuar. Tani është momenti të protestojnë për ta ribërë. Kanë bëjnë besime të mira. Këtu mbaron Uraka dhe kjo është zona tjetër e Kurrelit. Këtu vim tek ura, ku ishte edhe ura me tel aty. Ka ndodhur tragjedia para shumë viteve. Unë më bëj shkrim atëherë dhe ja, kër kemi urën ta shohim aty dhe unë do të them pastaj diçka të shohim pak më tutje urës, domethënë është një pjesë shumë e dobët. Tani nuk kuptohet se ka më asfalt. Shumë pjesë deri në Zenisht. Ja. Nuk kuptohet a është rrugë asfalt. Ka qenë herë asfalt apo s'ka qenë? Ja si është. Është thjesht me vaj edhe. Gjithë me vaj. Tu tani është ajo ura e vjetër. Ja si është ura e vjetër. Edhe i varg aty. Edhe këtu ka ndodhur tragjedi me gjithë fshatin. Edhe këtu normal që uji ka shumë pak tani. Në këtë rast shterron liçeni. Po jemi gati në pikën fundore të liçenit të Ulzës. Sepse kur mbushet duken vetëm majt e këtyre pembe. Për gjithë rrugën që kemi përshkruar nga Tarashi në zonën e Prosekut, në Porlat, edhe tek Livalli i Turkut, dhe pastaj ardhja për këtu dhe shkum deri në një farë veni këtu për te urës ku jemi këtu mbi liçenin e Ulzës, po të vazhdojmë për deri në Zenisht, është e njëjta situatë me këtë rrugë, duke pas parasysh që rruga e Lurës
po vjen drejt përfunimit deri nga fundi shtatorit, paktën siç është thënë nga drejtuesit e kompanisë Biva Pikal, që po bën punë shkëlqyer atje. Dhe ajo rrugë do të dalë shumë e mirë, edhe asfalti po ashtu me standarde, por edhe gjithë sinjalistika, gjithçka tjetër. Ndërkohë që kjo tani është, nuk e di, vetëm rruga asfaltuar nuk mund të quhet. Sepse ka më shumë ka vaj, pastaj një copë asfalti, pastaj rrëshqitje, pastaj kështu. Kështu që është e detyrueshme, absolutisht duhet të merret më sa më shpejt që projekti që është thënë disa herë të zbatohet për ta ribërë këtë, në mënyrë që të ketë kuptim nga Rrësheni për Lur, por edhe pjesa e Burrelit që vjen për Rrëshen edhe kthehen për shkull dhe për Lur. Gjithë kjo unazë që duhet bërë me patjetër. Dhe e them edhe për një gjë tjetër, është një projekt i lançuar prej disa kohësh, mbi një vit e sa. Projekti për rrugën e liçeneve. Dhe rruga liçeneve kjo është, do më duke nisë që nga Shkopeti, po them nga Miloti Skurajt, dhe vim të liçeni i Shkopetit, vim të liçeni i Ulxës, kalojmë në për Burrel, pra pjesa Matan, dhe vjen këtu për të kaluar ku jemi sërish në urën e fundit, mbi liçen. Pra kjo, nëse është serioze ajo që është, jo vetëm është thonë, por është nxjerrë dhe në fletorën zyrtare, projekti për rrugën e liçeneve. Por ka një gjë, në qoftë se nuk qohen njerëzit, pra qoftë Proseku, Tarazhi, Proseku, Parlati, Uraka këtu, edhe me radhë fshatat e Matit u Zenishti, pra të qohen të protestojnë që të bëhet kjo rrugë. Meriton që kjo rrugë të bëhet e standardit lartë, të asfaltohet dhe të bëhet tamam. Në mënyrë që të bëhet së paku me 10 cm asfalt siç është bërë dhe po bëhet edhe rruga e Lurës. Nga Uraka, përfundojmë këtë kronikë problemore.